Shteti i Kosovës tashmë ka qeveri të re dhe kryetar kuvendi të ri. Për të folur mbi këtë zhvillim dhe mbi formimin e qeverisë së Kosovës, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohës shumë të mirë të ngjarjeve në Kosovë, Selatin Eret Koceri. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Tashmë Albin Kurti zyrtarisht kryeministër dhe për 4 vite. Ashtu si pritej, ndodhi konstituimi i kuvendit, i vënuar koti për një vit, mendoj që ishin gabime të opozitës në Kosovë, që me fillim në vitin e kaluar nuk vazhdojnë këtë formë, të votohej edhe në atë kohë zonja Albulena Haxhiu dhe të ecshin tutje, dhe kanë mundur në atë kohë të marrin udhëheqjen e qeverisë të Kosovës, por ja që punuan komplet opozita në bazë skenarit të parapërgatitur nga zoti Kurti, ku ai për 50 e më tepër seancat kuvendit bëri shkelje kushtetuese, edhe në fund me nënkryetarin serb e bëri atë që e bëri, dhe ja ku jemi sot, e votuam nënkryetarin serb nga lista serbe dhe ecëm tutje. E bëm konstituimin e kuvendit, e formuam qeverinë, opozita tani është shumë më e dobët, derisa qeveria Kurti është në pushtet, e ka marrë mandatin edhe për 4 vite. I urojmë zgjedhjen e zotit kryeministër, edhe të qeverisë, edhe të kuvendit, por sigurisht me një dështim të madh opozitor që nuk diti, nuk pat strategji, dhe ja ku jemi sot. E pati rastin edhe në fund ta votonte qeverinë e zotit Vlau Konjufca, nuk e votoi, dhe tani e kemi 51% e zotit Kurti, i cili e formoi qeverinë komplet nga përbërja e vet, domethënë nga lëvizja vetëvendosje, pa e përfshirë edhe pa pasur nevojë fare ta ketë ndonjë parti tjetër opozitare. Kështu që jemi megjithatë në një gjendje çfarë jemi, duhet ta urojmë zotin Kurti, pa marrë parasysh përbërjen e qeverisë, e cila lë shumë për të dëshiruar, por i urojmë që për 4 vite tjetë një qeveri shumë më e mirë, edhe pse pesimizmi ynë është shumë i madh që kjo qeveri do të bëjë diçka të mirë në dobi të vendit. Duhet ndalemi këtu në ekspozen që e pati edhe zonja Albulena Haxhiu, edhe zoti Kurti, ishte një ekspoze shumë e butë, për herë të parë u fol lidhur me gjykimin në Hagë, për herë të parë u pranua se themeluesit e UÇK-s po gjykohen padrejtësisht në Hagë, dhe kjo është një shenjë e mirë që lëvizja vetëvendosje, Kurti dhe Albulena Haxhiu po ju kthyen djemve, burrave më të mirë që i ka pas Kosova, dhe aprovuan një rezolutë mbrëm, e cila ishte shumë e mirë se ardhur, edhe pse nuk mendoj se do të ketë ndonjë farë ndikimi në vendimin përfundimtar të gjykatës së Hagës. Pra, sot kemi qeveri, por krizat mund të vazhdojnë me rastin e zgjedhjes, apo kur të vjen koha, edhe pak det 3 java kanë mbetur ajo, te presidentja, sepse ende nuk e dim edhe pse po duket që diçka, një marrëveshje prapa mureve ekziston mes PDK-s edhe vetëvendosjes,
për të votuar rezolutën si duket, ka premtime se do të votohet dikush për president që do ta propozoj zoti Kurti. Profesora, kemi zëra që mund tjetë dikush një emër që mund tjetë si president i ardhshëm? Pra, ka kaluar në emra konkret bisedimet deri tani, kush është përfolur? Po, zonja presidente momentale, ajo ka aspirata dhe sigurisht do t'jetë kandidate, sepse nuk do ta ketë problem të grumbulloj 30 nënshkrime, por që nga momenti kur zonja presidente ka marrë pjesë në bordin e poqës të zoti Trump, aty kemi diçka përçarjen mes të Kurtit, konjufsës edhe zonjës presidente, sepse nuk kemi asnjë lloj përkraje apo ndonjë deklaratë që ka mundur të vijë nga lëvizja vetëvendosje për të përkrahur atë që ndodhi në Davos, ku presidentja mori pjesë në bordin e poqës, edhe ishte një takim shumë i ngrohtë edhe ajo ballafaqimi apo përshëndetja, afërsia që e kishte zonja presidente Osmani me Trumpin ishin vërtet skena mira të cilat do të duhet ta gëzonin secilin nga ne, në këtë rast edhe Albin Kurtin edhe Glaukon Njufsën, por me që ata ende nuk i kemi pas të reagojnë, atëherë kemi dyshime se ata nuk janë duke përkrahur këtë takim, nuk janë duke përkrahur bordin e poqës. Andaj themi se zonja presidente e ka pikpyetje të madhe që do të marrë votat e lëvizjes vetëvendosje, pa të cilat nuk ka shanca të zgjedhet presidente edhe për një mandat 5 vjeçar. Këtu mund të qarkullojnë emra, si duket diçka po ndodh me zotin Haradinaj, i cili dje dha dorëheqje, dhe kemi informatat sigurta se zoti Haradinaj do ta paraqes kandidaturën e tij për tu zgjedhur presidenti Republikës Kosovës. Këtu ka mundësi që ta ketë përkrahjen e PD-s, por edhe të Albin Kurtit, dhe nëse ndodh kjo, sepse Albin kemi thënë edhe në bisedat e kaluara se Kurti do të ketë shumë probleme, sidomos me ekipin negociator, që do të ka të bëj me marrëveshjen e Brukselit edhe me aneks marrëveshjen e Ohrit, që vetë Kurti e kemi pa për 5 vite nuk ka qenë gjendje të veprojë apo të bëj asnjë hap lidhur me atë marrëveshje. Prandaj ka mundësi që ekziston një marrëveshje prapa mureve, si themi ne, dhe zoti Ramush Haradinaj të marrë votat, sidomos kur ka dhënë dorëheqje dje, sepse me rastin e dhënies së dorëheqjes prej Aleancës për Armërinë e Kosovës, nëse do të shkohen zgjedhje të reja, edhe nëse nuk zgjedhet presidenti i vendit, atëherë Aleanca rrezikon seriozisht pragun, edhe ka mundësi që ta ketë fatin e nisme social-demokrate të Fatmir Limajt. Prandaj, sigurisht, themi se zoti Ramush Haradinaj, po mos kishte ndonjë lloj premtimi, sepse në njëjtën kohë Ramushin e pam se mori pjesë, ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pati takime të rëndësishme me kongresmen edhe me zyrtar amerikan, sidomos të sferës së sigurisë, aty mund të ketë diçka që ka një premtim përkras nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës
por edhe nga Kurti dhe Partia Demokratike, të cilat mund të kenë një marrëveshje të msheft për të votuar zotin Haradinaj, president të arshëm të Republikës Kosovës. Me këtë do t'i lehtësohej, sepse procesi negociator do t'i lihej në këtë rast zotit Haradinaj, edhe zoti Haradinaj do t'ishte në gjendje të mbuloj atë vakumin që e ka, apo mungesën që zoti Kurti e ka pjesën e luftës i mungon, sepse Recep Selimin e ka në Hagë dhe i mungon kë adut i fort për të vazhduar bisedimet edhe për të nënshkruar diçka të dhëmshme e cila mund të pasoj, sepse ma e dhëmshme se marrëveshja Brukselit edhe ajo që ka të bëj me aneksin e Ohrit, nuk mund të vitë diçka dhe ma ketë se kjo. Përkundrazi, me qenë se pat një rezolut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për luginën e Preshevës, tani këtu ka diçka prapasken, që u fut lugina e Preshevës, edhe aty do t'jetë pjesë e marrëveshjes të ardhme që do të pasoj, domethënë do t'jetë një baraspesh mes asociacionit komunave serbe në Mitrovicën e Veriut dhe një asociacioni në 3 komunat e pjesës lindore që ne i themi lugina e Preshevës, dhe këtu është shumë i nevojshëm këtë rast dikush nga lufta më të mirë se Ramush Haradinaj nuk e në këtë rast. Edhe pse është lakuar emri Murat Jasharit, Bekim Jasharit, nga familja Jashari, mendoj që ata nuk janë në gjendje apo nuk munden të bëjnë atë që mund të bëj Ramush Haradinaj në negociata me Serbinë. Është edhe më i fort, edhe më i guximshëm, edhe më i pavarur, edhe ai njeri për momentin i duhet edhe zotit Kurti, edhe Kosovës për të marrë njëherë fund kjo çështja me Serbinë, edhe të njihemi reciprokisht, të na njeh Serbia edhe të njohum ne Serbinë, por me ndryshime eventuale të cilat do të ndodhin me luginën e Preshevës edhe me pjesën veriore të Mitrovicës. Pjesën veriore të Mitrovicës s'ka çka, vetëm të zbatohet marrëveshja e Brukselit edhe aneksi i cili veç është duke u zbatuar hap pas hapi, por ajo po bëhet në prapaskena të cilat qytetarët nuk janë duke i pa. Profesor, sa i gatshëm është Albin Kurti që ta çojë përsëri vendin në zgjedhje parakoshme nëse nuk zgjedh dot presidentin? Pra, mund të ketë negociata që të thotë që mund t'ja jap dikujt presidentit vetëm mos shkohet në zgjedhje, apo thotë nuk e zgjedhim ne, le të shkojmë në zgjedhje parakoshme. Pra, si shikoni këtë çështje politike të Kurtit? Kur i sheh emrat që Kurti i kishte propozuar edhe për atë qeverinë që s'arriti asesi të formohet, por edhe emrat tani që i ka propozuar në qeveri, si duket, zoti Kurti e ka të përkohshëm edhe këtë qeveri që e propozoi. Andaj unë frigohem edhe pse ndoshta nuk na shkon në favor në aspektin ndërkombëtar të Kosovës, por megjithatë Kurti po kalkulon në zgjedhje të reja, jo për të fituar më shumë, po për të humbur një përqindje e cila do ta kushtëzdonte Kurtin të ketë koalicion për qeverisjen e ardhshme. Sepse kjo nuk i konvenon në asnjë mënyrë Kurtit, sepse vendimet e mëdha Kurti frigohet ti merr, sepse do të ketë reperkusione të mëdha në të ardhmen nëse merr vendime të mëdha, siç i kushtoi zotit Thaçin të kaluarën kur ai mori vendime të mëdha dhe prej asaj kohe kur ai kishte marrë vendime edhe të demarkacionit edhe të asociacionit, prej asaj kohe gjithmonë ka pas ramje të konsideruara zoti Thaçi. Dhe tani njëjtë do t'i ndodhë edhe zotit Kurti.
ai rastësisht apo mu për shkak datës që e caktoi, sepse gjitha sondazhet, gjitha anketat që i bënte prag të zgjedhjeve kurtin e jepnin një përqindje 30 deri në 35%. Dhe kjo jashtëzakonisht shumë e frigoi, sepse ai donte ta ketë një përqindje rreth 40% dhe me këtë ta ketë forcën kryesore në një qeveri të ardhshme, por atë e befasoi ardhja masovike e diasporës në Kosovë, të cilët masovikisht leqe e votuan ata, por e votuan edhe familjet e tyre që ata i kurzuan ose me financa, duke shpërndar ndihma solidare të familjarët e vet, edhe e blejten votën në një farë mënyre, edhe blerja votës që ndodhi duke ndar ndihma në natën e votimit edhe për pensionerët, edhe për studentët, edhe për kategori tjera sociale, dhe kjo ndikoi drejt për drejt që marr vota më tepër se sa që i dëshironte zoti Kurti, dhe tani ai dëshiron që të shkohet edhe një herë zgjedhje, në mënyrë që të marrë më pak vota dhe ta ketë kushzuar koalicionin me njërin prej subjekteve. Ai do të dëshironte më shumti në koalicion. Ai kështu me retorikën e tij e thotë që e don lidhjen demokratike të Kosovës, por në fakt ai prapa kolore, prapa shpinës apo vetë në vetveten e tij, ai e dëshiron ta kenë koalicion Partinë Demokratike të Kosovës, nëpërmjet të cilës do t'i arrinte të gjitha objektivat edhe marrëveshjen ndërkombëtare pa ndonjë problem të madh. Sepse zoti Kurti ka probleme të mëdha kadrovike, profesionale brenda rrodhët veta, edhe ja tani na ka ardhur me një propozim të një kabineti qeveritar katastrofal, mund të them, edhe pa asnjë përvojë institucionale, dhe me një qeveri që edhe për 4 vjet vetëm do të kemi stagnime, do të kemi shkurje mbrapa, pa mundësi për të ecur tutje. Mund të themi se ndoshta një përparim i mirë është që zoti Konjufsa është zavens kryeministër edhe ministër i punëve të jashtme, që sidomos këtë që ka të bëjë me punët e jashtme me diplomacinë, zoti Konjufsa e mbulon shumë mirë. Pjesa tjetër, sigurisht nëse nuk futet, nuk zgjedhet Ramush Haradinaj presidenti Republikës, atëherë bisedimet do t'i udhëheq zoti Konjufsa, edhe do të ecim tutje, me qenë se befasia më e madhe në këtë rast ka ardhur që zoti Bislimi, Besnik Bislimi, i cili ishte njeriu më i afërt i zotit Kurti, nuk është fare në kabinetin qeveritar, përpos nëse zoti Kurti ka vendosur që ta lënë edhe një ministër në të ardhmen, ta propozoj shumë shpejt, vetëm për negociata, edhe për të kryer marrëveshjet me Serbinë, ai mund të jetë Besnik Bislimi, por përndryshe, nëse e ka lënë zotin Bislimi jashtë qeverisë, ne në Kosovë vërtet e kemi pakjarë. Gjithashtu, jashtë qeverisë ka mbetur edhe zonja Rozeta Hajdari, ish ministra e tregtisë dhe industrisë, si dhe jashtë qeverisë ka mbetur Arbria Nagafsi, e cila e udhëheqi për 4 vite ministrinë e arsimit, derisa të tjerët thuaj se janë në kabinet qeveritar, përpos që i ka bërë disa ndryshime kozmetike prej një ministrisë e ka bërë në ministrinë tjetër, por ajo që mund të themi në ekspozen e zotit kryeministër, kishim një fontan dëshirash, të cilat i ka pas zoti Kurti edhe në zgjedhjet e kaluara, dhe të gjitha ato që kanë të bëjnë me infrastrukturën, energjinë, zhvillimin ekonomik, shëndetësinë dhe arsimin, banimin dhe mirëqenien sociale,
sundimin e ligjit, në gjitha këto, Zoti Kurti për 5 vjet ka dështuar. Dhe me drot madhe, themi, kemi rezervë madhe, që Albin Kurti, me këtë kabinet qeveritar, do ta çojë Kosovën përpara. Priga ime më e madhja është, sepse ne kemi marrë një obligim ndërkombëtar. Kosova ka marrë një obligim ndërkombëtar që të organizojë lojrat mesdhetare në vitin 2030, kur janë parapara. Dyshimet e mia të bazuara janë se ne nuk do të jemi në gjendje me këtë qeveri, me këtë ministër të sportit, me këtë kryeministër, me ta përmbyllim ciklin e investimeve të mëdha, të cilat duhet të bëj Kosova për të përgatitur terrenet sportive, objekte sportive në cilat do të zhvillohen garat, 26 disciplina të lojrave mesdhetare, për të cilat besoj se ne edhe për futboll nuk kemi stadiume të cilat i plotësojnë kushtet, përveç stadiumin e Prishtinës që kemi në kategorinë e 5. Ne nuk kemi qenë gjendje ta kemi një stadium që i plotëson kriteret për ekipin, për kombëtarën e Kosovës. E lere më të bëjmë ne 26 terrene sportive të cilat ka nevojë për të zhvilluar. Ne nuk e kemi as një bazen me standarde olimpike. Ne nuk kemi, domethënë, ato sportet e ndryshme të cilat zhvillohen në kategori të ndryshme sportive. Andaj, me 250 milion, të cilat qeveria planifikon t'i ndoj, ne nuk mund t'i rregullojmë vetëm stadiumet e futbollit. Dhe ku janë ato palestrat e basketbollit, palestrat e handbollit, palestrat që kanë të bëjnë me sportet ujore e tjera. Krejt këtu po të kishin filluar para 4 vitesh, edhe 4 vite tashme nuk do të mund përfundonin, e lere më që ne nuk kemi filluar asgjë nga gjitha këto. Dhe ironia më e madhe është që në këtë rast ka mundësi që në prag të zhvillimit të lojrave mesdhetare na i merr Serbia organizimin e lojrave mesdhetare, dhe këtë do të ishte një paaftësi që do ta shfaqte në arenën ndërkombëtare qeveria e Republikës së Kosovës, e cila është pa denjë për të organizuar sporte të tilla. Pastaj ne të jemi organizatori lojrave mesdhetare, derisa jemi në kollaps energjetik dhe nuk shohim asgjë që Zoti Kurti edhe për 4 vite të ardhshme mund ta nxjerrë Kosovën nga kolapsi energjetik, dhe ne në mes të lojrave të kemi reduktime të energjisë elektrike, kjo do të jetë turpi më i madh që mund ta bëj qeveria në arenën ndërkombëtare. Kështu që po themi, nëse urojmë dhe dëshirojmë që në këtë rast të mos kaloj zgjedhja presidentes dhe Kosova ta ketë edhe një proces zgjedhor dhe të fitojmë një qeveri, edhe nëse dele para vetëvendosje. Megjithatë, ta kemi një koalicion dhe të marrim kuadro profesionale të përgatitura nga parti tjera, të cilat i kanë me bollok, edhe nga universiteti, nga akademia, që unë kom prit në këtë rast që Zoti Kurti, me qenë se ka mungesë të madhe kadrovike, të kërkoj nga shoqëria civile, të kërkoj nga universiteti, të kërkoj nga Akademia e Shkencave, që të marrë njerëz sa më të fortë në qeveri, nëse dëshiron që ta nxjerrë këtë shtet nga kriza e madhe në cilën na ka kaplu. Sepse vërtet Kosova sot ka probleme të mëdha, jo vetëm në ekonomi, por edhe në energji, kemi probleme të mëdha të zbrazjes të Kosovës, kemi probleme të mëdha në shëndetësi, në arsim, mirëqenie sociale. Gjitha këto me Albin Kurtin vetëm kanë stagnuar. Albin Kurti në ekspozen e vet thot se Kosova
ka pasur zhvillim ekonomik në shkallë 6%, gjë që është e pavërtetë. Sepse me njerë pas pandemisë, Kosova, apo në vitin e pandemisë, e kemi pas në minus brutoproduktin vendor, minus 5%. Me njerë pas pandemisë, kur kemi startu, ka qenë vërtet një rritje e GDP-s prej 11%, por ai 11% me njerë në vitin 2022 ka ra në 5%, pas asaj ka ra në 3.9, 4%, dhe Kosova në vitin e fundit GDP-n e ka 4%. Derisa inflacioni ka 3.9, GDP-ja minus inflacioni i bjen që shkalla zhvillimit ekonomik në Kosovë është 0. Nuk ka zhvillim ekonomik. Deficiti tregtar është 6 miliard dollar. Dhe nuk e di zoti Kurti ku peshe këtë zhvillim ekonomik. Pastaj e kemi problemin tjetër që është rritur importi, dhe fare nuk e përmend në ekspozin e tij që në vitin e kaluar Kosova ka pas 6 miliard import, në vërtet 7 miliard import, derisa eksportin e ka pas ofër 1 miliard, 7 miliard, minus 1 miliard, 6 miliard është deficiti tregtar, dhe kjo tregon që Kosova është larg, shumë larg zhvillimit ekonomik. Pastaj, infrastruktura e ndërtuar në kaluarën dhe që ka filluar të shkatërrohet. Dhe Kosova nuk ka arritur, zoti Kurti s'ka arritur asnjë autostradë, asnjë projekt infrastrukturor për 5 vite ta përfundoj. Ka filluar apo ka bërë diçka në rrugën nacionale për Podujev, por edhe ajo nuk është përfunduar. Rruga nacionale e filluar për Mitrovicë për më tepër se 12 vite është në gjendje të rëndë. Rruga nacionale për Ferizaj, për Shkup, është në gjendje të mjeruar. Tranziti, rruga që lidh me shtimen Prizrenin, rruga nacionale është në gjendje mizerje. Rruga për Gjakov, në rruga nacionale për Gjakov, për Pej, nuk janë askund. Autostrada e filluar para 6 viteve, që dashtë përfundoi në vitin 2023, për Gjilan nuk është askund. Do më thonë, ai propozon edhe një vije kurudhore për Durrës, gjë që ajo veç mund t'jetë dëshirë fonton, sepse kjo qeveri as nuk ka kapacitete, as mundësi, dhe as njëherë nuk do të realizohet. Ne jemi në rehabilitim të e kurudhave Hani Elezit Mitrovic, dhe që 8 vite ne vetëm vend numrojmë dhe nuk jemi askund. Dhe më thonë, i kemi ndihmën e bankës për zhvillim edhe të qeverisë, por me gjithate kemi stagnim të jashtëzakonshëm. Tuneli që është para pa i lidhjes mes Prizrenit edhe Tetovës, kur nuk do të bëhet. Spaku jo me këtë qeveri, sepse ta janë të paaftë për të zhvilluar projekte të tilla infrastrukturore. Investimet e jashtme janë në shkallën më të ulët që ndonjëherë ka pas Kosova. Investimet të jashtme nuk duhet konsiderohen blerjet e pasurive të patundshme të banesave, tokave, të cilat mërgata jonë i bën në Kosovë. Do më thënë, mërgata është duke bler banesa, shtëpi, prona të ndryshme, dhe ato i konsiderojmë investimet direkte nga jashtë. Nuk janë ato investimet direkte. Edhe ato bizneset të cilat i kishim, që qeveria Kurti i qunë oligark, po na ikun me të madhe në Shqipëri dhe në Maqedoni, sepse në Kosovë të papërgatitur e bëm liberalizimin e tregut të energjisë, dhe bizneset sot kanë një energji me një kost të 3 herë e 4 herë më të lartë se sa e kishin më parë, dhe duke ju shtrejtuar kaq shumë fatura energjisë elektrike, ata po
dalin apo po e bartin biznesin e tyre në vende siç është Shqipëria edhe Maqedonia, dhe vetëm në vitin e kaluar bizneset kosovare afër gjys miliardi dollar e kanë bart apo e kanë investu në Shqipëri, sepse Kosova është një treg që apo një qeveri e Kosovës po i ndjek biznesmenet kryesor më të mirë që e kanë bartur barën e zhvillimit ekonomik në Kosovë. Andaj, themi se Zoti Kurti me këtë propozim të kësaj qeverie vërtet ka tregu se ai e ka ndërmend edhe për 4 vite të vendnumëroj dhe të mos e zhvilloj këtë vend. Profesor, kam dhe pyetje të fundit, si u duk qasja e Zotit Kurti në Kuvendin e Kosovës lidhur me gjyqin që po zhvillohet në Hag? A mendoni që ishte një qasje e sinqertë apo ishte një detyrim pasur parasysh dhe popularitetin që kanë si në Kosovë si në Shqipëri ish komandantët në Hag? Mendoj se Zoti Kurti e ka nuhatur mirë se po rritet përkraja popullore për djemt, burrat që i kemi në Hag. Tani pritet me 17 shkurt jetë një protestë e jashtëzakonshme që ndonjëherë nuk e ka por popullin. Do të jetë një protestë e jashtëzakonshme. Aty do të marrin pjesë të gjitha subjektet politike, aty do të ketë sepse vërtet qytetarët më në fund e kuptuan se nuk është duke u gjykuar individi aty, nuk është duke u gjykuar askush për hajni apo për korrupsion, por atje po gjykohet lufta e shejt e shqiptarëve, lufta u QK-s, e cila mund të konsideroj se është lufta më e rëndësishme që ndonjëherë shqiptarët kanë bërë për trojet e veta, qoftë në Shqipëri, apo në Kosovë, apo në gjitha trojet ku shqiptarët jetojnë. Andaj, Albini e nuhati këtë, edhe veç me ekspozen e zonjës Albulena Haxhiu e pom se do të ketë përkraje, pastaj edhe në ekspozen për herë të parë Albin Kurti përmend Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës, i një meritat Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës, edhe për herë të parë me emër për mirë diçka e përmend Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin edhe Recep Selimin. Recep Selimin e ka pas në parti edhe pse e ka përmendur më herët, dhe unë them kjo është pozitive. Duhet përkrahur, por megjithatë mendoj se është shumë e vonë krahasu me atë që ka thënë më herët, edhe si i ka etiketuar, sepse brenda qeverisë Republikës Kosovës, tani të propozuar dhe në qeverinë e kaluar, e kemi zonjën Donika Gërvalla, e cila ka dosje të mëdha të cilat i ka dërguar në Hag. Pastaj edhe dje veprimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës që nuk e përkrahi rezolutën, ishte një dështim i madh. Pas dështimit që pas zgjedhje, ishte edhe dështimi i radhës, sepse ata kërkonin diçka që nuk është në projekt të kësaj gjykate për gjykuar pas luftën, nëse ka ndodhur akte jo të mira, por nuk kishte të bënte kjo apo gjykata e Hagës me atë, dhe mosvotimi i tyre është i dobët. E urojmë edhe na vjen mirë që më në fund Kurti ka kuptuar se në Hagë po gjykohet UÇK-ja e jo individet, siç e proklamoi prokuroria se gjoja po gjykohen individet, e në anën tjetër gjithçka që është bërë atje u po mirë se komplet akuza e cila u lexua ishte shumë qesharake, por për fat të mirë mbrojtja e djeshme edhe pardjeshme që u bë nga avokatët mbrojtës vërtet ishte madhështore, edhe mendoj se e ka shpartalluar komplet pretendimin e prokurorisë, të cilët kërkuan 180 vjet burg, diçka drakonike. Rreziku i vetëm nga kjo është se ndoshta me qëllim e ka bërë prokuroria këtë propozim nga 45 vite burg për secilin nga të
akuzuarit me që pastaj gjykata do ta ketë ma lehtë, ta ketë një dënim për të akuzuarit, 10 vjet, 15 vjet për shembull, e pa thot populli miru bu që nuk i dënuan djemt ma shumë, i dënuan me një burg modest, krahasuar me atë që ka propozu prokuroria. Por, megjithatë, mendoj se diçka vrehej në ftyrat e gjykatësve dhe ajo që e tha mbrojtja, megjithatë do të ndikoj te gjykata që djemt marrin, burrat marrin vendim lirues me rastin e shpalljes së aktgjykimit që pritet të jetë qershori dikon ose korriku. Profesor, faleminderit shumë për intervistën dhe gjithë analizën këtu me mua në VIP Magazin. Ishte kënaqësi si për herë. Faleminderit, ishte kënaqësia jona.